Dje kemi pranu një raport për cilin nuk e di pse ndoshta drejtori dashte edhe me pas një raportim sa i përket kërkesës që ne kemi bërë dhe ju keni vu kontakt me KEC-in, organet përgjegjëse për të siguru energji të mjaftueshme në ditën e zgjedhjeve. Një raport të cilën ju na keni dërgu për mua shumë shqetësues për faktin se ka paralajmërime që dikun në 888 qendra votimi mund të mos ketë energji elektrike. Kjo s'do të thotë që ndoshta tërditën, por në këto qendra, në bazë të informatave dhe raportit që posedojmë dhe për me keq, 666 prej tyne paraqesin rrezikshmëri të lartë, do të thotë që potencialisht nuk do të ketë energji elektrike. Kjo paraqet shqetësim të madh për faktin se nuk e di, tashmë arsohet herë dhe nuk e di se si do zhvillohet procesi në qendrat votimit ku nuk ka energji, ku nga këto 888, 491 prej tyne nuk posedojnë gjenerator, të cilët do të siguronin dritat mjaftueshme për mbarvajtjen e këtij procesi. Këto shifra për mua janë shumë alarmante.